Përshëndetje të dashur teleshikues. Rikthehemi në një tjetër episod Koha për të folur. Dhe sot me ne në studio është Adriel Spahiu. Faleminderit. Përshëndetje, gëzohem shumë që të kam këtu. Gëzohem edhe unë shumë që jam përpara teje sot në këtë emision. Ne kur ishim bashkë në kamp, Adrieli ndau një fjalë shumë të bukur me ne në lidhje me faljen. Mos faljen, mund ta them kështu sepse në fakt kishin të dyja bashk. Dhe mua më pëlqeu shumë tema dhe thash do jetë një temë shumë e bukur për të trajtuar në program. Kështu që tema që ne do të flasim sot është falja, në të njëjtën kohë mund të them dhe mosfalja. Edhe mosfalja. Sipas mendimit tënd, pse është falja kaq e rëndësishme? Atëherë falja është një nga urdhërimet më kryesore të Zotit, edhe gjithashtu është një nga gjërat më të rëndësishme në marrëdhënien tonë me të. Për shkak se shpesh të tjerë do na lëndojnë gjatë rrugës apo gjatë jetës, le ta themi, po gjithashtu edhe ne do gabojmë. Dhe falja është ajo që na mundson që marrëdhënia jonë me Zotin mos të lëndohet dhe të jemi të shëndetshëm frymërisht. Si e shpjegon? Mund të marrim një shembull. Mund të marrim shembullin e Jezusit? Po, mund ta marrim shembullin e Jezusit. Është në fakt shembulli perfekt edhe mishërimi i faljes. Shumë e vërtet. Jezusi fali dhe kur ishte në kryq. Si mund të mësojmë të falim ashtu siç na ka falur Zoti neve? Atëherë, në fakt, kjo gjë nuk është aq e lehtë, është shumë e lehtë ta thuash, po është e vështirë ta bësh. Megjithatë Zoti e dinte shumë mirë këtë, prandaj unë mendoj që falja, një nga gjërat kryesore për faljen është që është një zgjedhje, nuk është një ndjenjë, siç Zoti zgjodhi që të na fal. Edhe mendoj që dikush, për shembull një familjar i ytit ka lënduar, ti e merr atë personin mendje, e sjell përpara Zotit në lutje, dhe thuaj Zotit: Zot, unë zgjedh që këtë X person do ta fal, pavarësisht asaj që kam bërë, dhe këtë barë dhe këtë lëndim po ta lej tek ty. Në fakt ju përgjigjet dhe pyetjes time që unë do të bëja më mbrapa, sepse pyetja që unë do të bëja ishte a është falja një ndjenjë apo është një zgjedhje. Edhe ti the që ti mund të zgjedhësh, ne duhet të zgjedhim të falim. Po, është një zgjedhje. Është një zgjedhje për shkak se po të përqendroheshim te ndjenjat kur nuk do na thonë të falim. Nuk do bëshin kur gati. Jo, nuk do ishin asnjëherë gati. Ke shumë të drejtë dhe mënyra se si e the ishte shumë e drejtë, unë jap një thumbs up. Tani, pyetja tjetër që unë doja të bëja. Çfarë ndodh në shpirtin e njeriu kur ai refuzon të fal? Pra çfarë ndodh me ne kur ne themi unë s'do fal? Pra me mosfaljen. Po. Atëherë si fillim Bibla e shpreh shumë qartë se çfarë ndodh një njeriu kur ai nuk fal, dhe në fakt e gjitha është më shumë në dëmin e këtij personi që nuk po fal, sesa në anën tjetër e palës që ka lënduar. Për shembull, kam dëgjuar një histori shumë të bukur, edhe që ishte tamam një krahasim i vërtet, më tamam s'ka. Ishte një krahasim që thonte që mos falja është sigur ta pish helmin vet edhe të presësh që tjetri të vdesë tjetri, ndërkohë që e ke pirë vet. Pikërisht kështu është dhe mosfalja. Mosfalja është tamam helm për shpirtin, edhe për marrëdhënien tënde me Zotin. Është përmendur shpesh herë në Bibël që kur ti nuk fal personin tjetër, as Zoti nuk do t'i fal mëkatet ty. Dhe ne e dimë që mëkati është ajo që na mban ne larg Perëndis. Nëse mëkatet tona mbeten të pafalura, marrëdhënia jonë me Zotin dobësohet, edhe vjen një moment ku edhe shpirti dhe zemra jote ftohet. Prandaj është shumë e rrezikshme. Është shumë e rrezikshme se mund të duket në plan të parë. Ose në sy të parë. Po, në sy të parë. Thuaj që, nuk është ndonjë gjë e madhe, po në fakt bëhet një grumbull shumë i madh, edhe ka shumë hidhërim aty brenda kur ti nuk fal. Hidhërimi në fakt është një nga efektet anësore, le të themi, të mosfaljes, edhe shumë e drejtë. E dëmton shumë zemrën e një besimtari, sidomos në marrëdhënien e tij me Zotin. Shumë e drejtë. Si mund të falim ne, por në të njëjtën kohë të mos lejojmë që dikush të na lëndojë? Pra të falim, por të jemi të kujdesshëm të mbrojmë zemrën tonë. Atëherë mendoj që çelësi kryesor i kësaj është të krijosh barriera, le të themi, kufi në lidhje me marrëdhënie që krijon me të tjerët. Është shumë e rëndësishme kufit të jenë të shëndetshëm. Nëse dikush të vazhdon të lëndon dhe ti ke zgjedhur ta falur, është thjesht logjike të qëndrosh larg këtij ose të mbash distancën tënde në mënyrë që të mos lëndohesh sërish. Por jo ama me qëndrimin e gabuar të zemrës. Për shembull, të ke ta mbash larg, po me një lloj inatit, me një hidhrimi. Pa hidhrim, thjesht qëndrojmë larg këtij personi. A ke përjetuar ndonjëherë një situatë në jetën tënde ku e kishe të vështirë të falje? Në fakt, kujt nuk i ka ndodhur. Kam pasur disa raste shumë të vështira të mosfaljes. Në fakt, mosfalja, siç e the në fillim të kësaj interviste, ishte diçka që unë fola tek kampi për të rinj, për shkak se që kur u ftova
edhe mu dha kjo mundësi. Mosfalja ishte një temë edhe falja në përgjithësi ishte një temë që e ka prekur shumë zemrën time. Falja dhe mosfalja kam pas vuajtur shumë le të themi në këtë aspekt. Edhe gjëra që më bënin tjerët i merja shumë në zemër edhe më lëndonin shumë vazhdimisht, derisa kuptova dhe Zoti më mësoi që të falësh është shiruese për shpirtin tënd. Por sigurisht më ka ndodhur disa raste. Çfarë ndjeve në momentin që vendose që unë do e fal këtë person ose X person? Atëherë për të thënë vërtetën në fillim kur zgjedh falësh nuk është aq e lehtë. Jo, nuk është as qef, Po, është vërtet. edhe kam dëgjuar shpesh që kur të fal merr atë ndjenjën e çlirimit, mirë po në fillim kur nuk është kjo ndjenja e çlirimit që në momentin e parë, momenti i çlirimit vjen teksa kupton natyrën e Vjen pak më Zotit, vonë. edhe marrëdhënien e Zotit, edhe gëzimi që është e Zotit dhe në faljen e Zotit. Mendoj që gjithashtu një nga shtyret, një nga gjërat që e bën më të lehtë faljen është duke menduar që as ti nuk e meritoje faljen. Kështu do ta përkufizoja. E kuptoj. Mendoj që gjithë kemi pasur disa momente që kemi thënë, nuk do doja ta fal, ose Po në fillim është sikur po ta falësh tjetrin është sikur po e let të shkojë pas një pasojë. Pas një Po në të pasojë. vërtet pasojat nuk ja vendosim ne të tjerëve, është Zoti që ja vendos. Edhe ligjet e tij, si për shembull ligji i mbjelljes e korrjes. Ne ndërkohë duhet falem. Me që fjala unë do të të pyesja, çfarë na mëson Bibla ne për faljen? Atëherë Bibla çfarë nuk na mëson në fakt për faljen? Shumë e vërtet, kjo është një subjekt i gjatë. Po, është një subjekt shumë i gjatë. Por për shembull për faljen, falja është përveç se ne falim të tjerët, është edhe ana që të marrim faljen tonë prej Zotit, prej veprës së tij në kryq. Edhe falja është diçka që neve duhet ta marrim një herë pikë së pari me besim. Nuk është diçka që neve e meritojmë me veprat tona të mira, siç shpesh diskutohet në rrjethe shoqërore, sociale. Nuk është diçka që meritohet. Edhe kjo është bërë qartësisht e dukshme me veprën e Jezusit e me gjithë jetën e tij e me çdo gjë që ai tha në Bibël. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Më thënë kjo është gjëja kryesore që falja është e pamerituar. Dhe kur ne mendojmë që falja është e pamerituar, edhe kuptojmë natyrën e Zotit dhe dashurinë e tij kaq të madhe që na fali megjithëse nuk e meritonim, kjo gjë e bën më të lehtë që ne të falim të tjerët, duke kujtuar që as neve nuk e meritonim. Si përdor të ligu rrethana dhe situatat? Për shembull, unë njoh shumë njerëz që thonë, unë nuk do fal kurrë, ti më ke bërë mua këtë, atë dhe mund t'i listojnë dhe ti thonë gjitha gjërat çfarë ka ndodhur në jetën e tyre, çfarë njerëzit u kanë bërë keq, unë nuk do fal kurrë, unë kurrë nuk i them po këtij personi. A mund të na tregosh pse kjo gjë është gabim, nuk ndërton dhe vetëm shkatron? Dhe se si në një periudhë afatgjatë kohe, këta njerëz mbajnë shumë hidhërim në zemrën e tyre. Atëherë pikërisht siç e thash dhe pak më parë, hidhrimi është diçka që lind prej mosfaljes, është një nga gjërat që e lind më shumë atë për brenda nesh dhe do të thoja që mosfalja është jo vetëm që nuk ndërton, por me të vërtetë është shkatruese për marrëdhënien tonë me Zotin, edhe hidhrimi gjithashtu që ka ato efektet e veta. Për shembull, kam dëgjuar shpesh herë që njerëzit që janë të hidhruar zakonisht i ligu e gjen këtë si derë për tyre dhe për t'i Prishur shumë për t'i punë, prishur shumë punë punë. në shumë fusha të jetës, dhe sidomos dhe të shëndetit. Shumë e vërtet. Kam dëgjuar mjaft histori që shumë persona kanë pas vuajtur nga X smundje për një kohë gjatë derisa Zoti u mor me ta në lidhje pikërisht me këtë faljen, edhe me hidhrimin, dhe kur ato kanë zgjedhur të falër, Kjo gjë është dukur nga jeta e tyre. Është dukur nga jeta e tyre dhe kanë qenë të çliruar. Prandaj nuk duhet marr kaq letas, siç e tham edhe pikë së pari, dhe duket sikur po përsëritemi, po në fakt është një vërtet që duhet ngulitet mendjet tona. Shumë e vërtet. Për shkak se dhe ndjenjat nuk është se i përgjigjen shumë kësaj gjëje. Ndjenja nuk do jena asnjëherë aty për të falur dikë, as për të nuk kam për të qenë aty. Por siç e thotë edhe fjala, po në fakt neve nuk ecim me anë të ndjenjave. Po. Ndjenjat nuk duhet të jenë kontrolluesi i jetës tonë. Ke thënë një gjë shumë e vërtet, kjo që sapo ke thënë. Një pyetje. Kur ne kemi vështirë të falim, a është kjo një tregues që ne nuk po ecim mirë në marrëdhënie me Perëndin? Atëherë, domosdoshmërisht nuk do thoya që është pikërisht kjo, për shkak se zakonisht mosfalja ka dhe shkallët e veta, sidomos në lidhje me shkallën e lëndimit që të është bërë, edhe sigurisht që kur je lënduar shumë, do ta kesh më të vështirë për të falur. Vështirësia për të falur, sidomos duke u bazuar edhe nga lëndimi që të është bërë, nuk do thoya që është, nuk do thot drejt për së drejti që nuk jemi
në marrëdhënie të mirë me Zotin. Për sa kohë që neve në fund zgjedhim ta falim edhe të bëjmë atë që Bibla thot, marrim kohën tonë edhe e sjellim përpara Zotit, nuk besoj që ka shumë të bëjë me marrëdhënien tonë me Zotin. Megjithatë, karakteri i faljes ndërtohet me kalimin e kohës, sidomos kur vazhdon edhe njeh edhe më shumë Zotin në marrëdhënien tënde personale, edhe gjithçka bëhet edhe më e lehtë me kalimin e kohës. Tregon një pjekuri më të madhe nga ana e marrëdhënies tënde me Zotin. Sigurisht këtë do thoja. Dhe është e vërtet. Po. Ka disa njerëz që janë lënduar shumë nga qoftë familjar, qoftë njerëz që ata njohin, qoftë një person që mund ta kenë pasur shok ose shoqe, kanë disa plagë që nuk janë të lehta për të kuruar. Po, vërtet, nuk janë. Dhe si mund të mësojmë ne të falim një person që është familjar, ku të dhe më shumë të ata njerëzit që ti i do. Dhe është e vërteta që kur një familjar të bën diçka që ti lëndohesh, është shumë e vështirë ta falësh një familjar se ta një person që ke 2 muaj që e njeh. Si mund të falim ne familjarët tanë? Dhe a është e rëndësishme që ne të komunikojmë ndjenjat tona? Është shumë e rëndësishme, njerëz pikë së parë do doja të thoja diçka. Është një pikë shumë e rëndësishme. Kur falim tjerët, duhet ta bëjmë me zemër. Edhe që zemra jonë të bie dakordsinë me fjalët që themi zakonisht duhet edhe pak punë. Për shembull, po marr një rast konkret kur dikush më ka lënduar mua për diçka, edhe ato lëndime edhe sot e kësaj dite ndonjëherë i shikoj të reflektuara në lloj-lloj sjelljesh të mia. Megjithatë, Zoti normalisht që është aty për të më shëruar, siç thuhet tek Psalmi 147 vargu 3, ai është gjithmonë aty për të na shëruar plagët e zemrës. Por si gjithmonë. Ky është një nga psalmet e mia të preferuara. Po, në fakt është një nga vargjet e mia të preferuara gjithashtu. Edhe duke ditur që Zoti është aty për të na shëruar plagët e zemrës, është bëhet edhe kjo është e bën më të lehtë faljen, por sigurisht siç e thamë është zgjedhje. Është zgjedhje pavarësisht lëndimit të madh që është grumbulluar në jetën tënde, duhet zgjedhësh të falur. Në fakt do marr një shembull, është ose më së shumti një tip krahasimi. Okej. Kur dikush të lëndon, edhe ke mos falje në zemrën tënde, edhe që zgjedh mos ta falësh tjetrin, edhe lindimi është shumë i madh. Le ta themi, dhimbja që të shkaktuar ti po e mban mbi shpinën tënde. Mbaj mend një herë Zoti më tregoi mua, më dha një si tip imazhin në zemrën time, ku unë nuk po ecja mirë në lidhje me faljen, dhe Zoti më dha këtë imazh. Ishte dikush që po ecë në një rrugë, në një autostradë, le të themi, ishte bosh. Edhe përgjatë gjithë kohës kishte shkëmbinj ose gura të vegjël, dhe ky personi shkonte, e merrte këtë gurin edhe e vendoste në shpinë dhe vazhdonte përpara. Me kalimin e kohës, filloi të ecte më ngadalë edhe erdhi momenti ku ndaloi. Zoti i foli zemrës time me këtë dhe tha, kështu është kur ti nuk fal. Është sikur ta marrësh atë dhe ti mendon se e ke hequr lëndimin, nuk po e fal atë tjetrin, po vazhdoj përpara. Po ka një mënyrë të duhurit të vazhdosh përpara dhe një mënyrë të gabuar. Kur vazhdojmë përpara me mos falje, është sikur të marrim ato shkëmbinjt, edhe me kalimin e kohës do ta ndjejmë atë bllokimin total. Edhe është më i lehtë që të falim kur zgjedhim ta falim te X person, ta përsërisim me veten tonë derisa zemra jonë të bien dakordsi me të. Edhe gjithashtu do të thoja që nëse neve e mbajmë mos faljen, është një dhimbje që po e mbajmë vazhdimisht. Tjetri na ka lënduar, edhe ka vazhduar në punën e vet. Me vet as nuk do t'ja di fare që ti e lënduar. Ndërkohë ne themi, nuk do ta falim, sikur po e mbajmë kundër ti, po në fakt po na ndon vetëm neve, po e lejojmë atë plag të vazhdojë të na infektojë edhe më shumë. Të na prishi punë. Të na prishi punë më shumë në vazhdimsi. Prandaj është shumë e rëndësishme që edhe diçka tjetër, kur zgjedhim të falim, edhe ndjenjat tona nuk bien dakordsi dhe neve po i përsërisim këto fjalë, sepse nuk është e thjeshtë, le ta pranojmë. E përsërisim prap zemra jon mban atë hidhrimin. Është shumë e rëndësishme ti themi, o Zot, unë dua ta fal këtë person, sepse kjo është ajo që fjala jote thot. Të lutem më ndihmo. Ti e shikon që unë po vuaj dhe vetëm ta hedhim atë barr tek ai, e të kërkojmë ndihmë që zemra jon të na zgjojë kapacitetin e zemrës tonë për ta falur. Më pëlqeu shumë kjo se si e the. Them të vërtetën, ishte shumë shprehje e bukur ta na zgjojë kapacitetin për të na falur. Në fakt, Jezusi fali. Edhe ne shembullisht e më e mirë në fillim ishte Jezusi. Ai fali atë kur atë për ke shajtonin, atë po e rrifnin, atë e kishin varur, ai prap fali.
Edhe ndonjëherë kthehem dhe shoh ka ca njerëz që me vërtet kanë vuajtur jashtëzakonisht shumë në jetë. Pra e kanë ndodhur ca gjëra shumë të këqija. Ama ne duhet të mësojmë të bëhemi më shumë si Jezusi, ta falim njëri tjetrin. Nuk është e lehtë për t'u thënë siç dhe ti the, nuk është gjë më e bukur, emocionet e tua nuk janë gjithmonë aty, ndjenjat e tua nuk janë gjithmonë aty, por mendoj që kur ne e bëjmë siç ti the, është një çlirim për veten tonë. Dhe e ke vënë re që kur kalon një kohë ndihesh më mirë kur ke falur thua. Po, ndihesh më mirë dhe vërtet. Ndihesh shumë më mirë, je më çliruar. Po. Do thoja që krijon një karakter më të fortë frymor, edhe zgjedh më shumë të ndjekësh anën frymore të gjërave, edhe fjalën e Zotit, madje është si tip ushtrimi. Ushtrimi për të patur atë zemrën e butë që Zoti kishte dhe false. Se vetëm duke falur do arrim që ta kemi atë lloj zemre false. Shumë e vërtet. Edhe do thoja, do inkurajoja gjithë që të zgjidhin të falnin që në momentin e parë me gjërat e vogla. Nisim njëherë me gjërat e vogla, me gjërat e mëdha hedhim Zotit, edhe t'i kërkojmë ndihmë atij për të na aftësuar neve për t'i falur. Ne duhet të kuptojmë gjithashtu që ne kemi dhe faktorin Zot në skenë. Po. Disa gjëra nuk janë të thjeshta për të bërë, pra ai na ndihmon. Pra, me të vërtet është zgjedhja jonë që të falim dikë, ama ne kemi edhe Zotin që na ndihmon. Shumë e vërtet. Pra, nëse ne zgjedhim që do falim dhe themi o Zot, dua ta fal këtë njeri, ai na ndihmon ne. Nuk duhet ta nënvlerësojmë punën e Zotit në këtë moment për të na ndihmuar. Unë do thoja, ne folëm për mosfaljen dhe faljen në përgjithësi, po ka njerëz që kanë shumë vështirë të falen veten e tyre. Dhe kjo është e vërtet. Ka njerëz që nuk e pranojnë dot kur, ose nuk ja falin vetes, unë dija më mirë, unë mund ta kisha bërë më mirë, unë mund të isha sjellur më mirë, unë di më shumë. Në fakt, çfarë mund ta thuash për këtë gjë dhe çfarë tregon kjo gjë në jetën tonë? Atëherë në fakt kjo është një nga gjërat që kam vuajtur më shumë në lidhje me faljen dhe mosfaljen, siç e thash, ka qenë një nga gjërat që vetë kam pasur shumë problem. Po megjithatë Zoti më ka ndihmuar shumë përgjatë këtyre viteve të fundit, sidomos kur kam krijuar edhe një marrëdhënie personale me të më të thellë. Edhe do thoja që kam kuptuar, edhe Zoti më ka bërë të kuptoj, sigurisht, se me mendjen time nuk e di ku do isha. Po Zoti më ka ndihmuar shumë lidhje me faljen e vetes. Edhe më ka ndihmuar të kuptoj që nëse nuk fal veten, e para punës njëherë Zoti thotë që kur ta fal mëkatin tënd e hedh prapa, nuk do ta përmendi më kurrë, nuk do ta mbaj më kurrë sipër kokës kundër teje. Kështu që është shumë e rëndësishme neve edhe ne të bëjmë të njëjtën gjë. Nëse neve nuk e bëjmë këtë gjë dhe nuk e falim veten, në fakt, përveç se nuk është pendesë vërtet ndaj Zotit, neve nuk kemi penduar vërtet, po mbajmë edhe është një tip, si ta thoja, është si një tip sinjali që është si tip krenarie. Edhe rebelimi ndaj Zotit. Në fakt, shumë e vërtet. Jo si ti, po në fakt është krenari. Është krenari sepse ti po i thua Zotit që Zoti e falje, por për mua kjo gjë, ky mëkati që un kam bër, është më i madh se sa të duket ty, edhe kështu ti më fal, po unë s'po e fal veten. Shumë e vërtet. Që Zoti më ka ndihmuar shumë lidhje me këtë gjë, më ka ndihmuar të kuptoj. Edhe vërtet të kuptosh që të falësh veten është pendesa e vërtet. Siç Zoti e hedh prapa, ta hedhësh edhe ti prapa. Unë në fakt, kjo ka pas qenë një pikë që unë kam pas nevojë, e dija si parim, por kisha të vështirë ta falja veten. Çfarë dua të them me këtë është kjo. Unë e dija që duhet ta falësh veten, ama nuk ja pranoja vetes kur bëja gabim. E mundoja veten. I thoja vetes ti duhet kishe bërë më mirë, ti di më shumë, pse u solle kështu në këtë situatë, mund të kishe sjellur ndryshe, dhe veja shumë presion vetes, derisa një ditë mu hap në syt për kuptuar që Elena, kjo është gabim, kjo është krenari. Je duke ecur në krenari. Shumë e vërtetë. Je duke ecur në krenari dhe them vërtetën mu hap në syt sepse nuk isha e vetëdijshme që po ecja në krenari. Me mendjen time unë isha po tregoj me kujdesshme. Që sillen mirë, mos e lejoj vetes të bëj gjëra gabim, por në fakt isha në krenari dhe i thash Zot, unë dua ta ndryshoj këtë gjë. Nuk dua të eci në krenari, kjo është gabim. Kështu që i kërkova Zotit ndihmë dhe i thash o Zot, si të ndryshoj. Ai më tha kur unë kam falur ty do mësosh të falësh Elenën. Dhe që atëherë të vërtetë ndihmora gjërat pak më me sportivitet. Në sensin që e bëra gabim, do shkoj të kërkoj falje, do e fal veten, nuk do e zgjas shumë. Ndërsa dikur do bëja overthink për 2 javë, pse e bëra këtë gjë, do më ngarkonte dhe do më rëndonte shumë. Kështu që mendoj që është shumë e rëndësishme. Po, do thoja përveç se krenari dhe rebelim është edhe shenjë fetarizmi. Sepse po ta shohim shumica e feve zakonisht, për shembull, mbaj mend një rast, nuk e mbaj mend cila fe eksaktësisht, më duket katolicizmi e kanë shumë këtë
vetë drejtësinë dhe mendojnë se po t'i bien vetes me kam zhik në thonjza ose edhe literalisht, mendojnë se po vejnë drejtësinë, po drejtësinë nuk e vendos njeriu, e vendos Zoti. Edhe shumë e rëndësishme pra ta falësh veten dhe ta hedhësh pas, siç Zoti Mos ta shohësh më atë gjën që. Si ka ndikuar falja në paqen dhe lumturinë tënde personale ose qoftë të përditshme? Atëherë gjithashtu do thoja sigurisht që falja ndonjëherë kjo lidhja në lidhje me këtë shërimin e marrëdhënieve është shumë e rëndësishme që kemi dy palë. Edhe nëse ti e fal tjetrin, po tjetri vazhdon e bën të njëjtën gjë, ti nuk do rish aty edhe të thjesht të marrësh goditje nga tjetri, ndërkohë që vazhdimisht, ndërkohë që tjetri as përveç se nuk e ka kuptuar, marrëdhënia juaj le të themi është bërë toksike, thjesht duhet vazhdosh përpara. Domethënë në lidhje me marrëdhënie me tjetrin, sigurisht duhet zgjedhësh gjithmonë të falësh. Në lidhje me këtë shërimin e marrëdhënieve, nuk e pse qëndron në marrëdhënie që thjesht po vazhdimisht të dëmtojnë. Është vërtet. Nëse tjetri ama nga ana tjetër zgjedh dhe ka kuptuar gabimin tënd, gabimin tënd dhe gabimin e vet, edhe zgjedh që të vazhdoj dhe ta rregulloj këtë marrëdhënie, të rregulloj gabimin e tij, edhe pse jo edhe ti tëndin, sepse le ta pranojmë, zakonisht ne veshojmë vetëm problemin e tjetrit, po zakonisht duhet të kthejmë edhe syt edhe nga vetja jonë, sepse shpesh kemi edhe ne problemet tona. Është vërtet. Po nëse jemi të dyja palët, të gatshme për ta rregulluar këtë marrëdhënie, për të rregulluar ato gjërat, për të punuar mbi atë marrëdhënie, sigurisht që duhet vazhdojmë mbi atë marrëdhënie. Neve duhet kemi një marrëdhënie vëllazërore me të gjithë, megjithatë siç e thamë edhe në fillim, ato kufi të shëndetshëm, sidomos me këta persona që nuk ndryshojnë rrugë, vazhdojnë po me të njëjtën mënyrë. Në fakt ka dy ekstremitete, është ekstremiteti njerëzve që thon falin por rrin gjithkohës në atë marrëdhënie dhe lëndohen vazhdimisht dhe në fund dalin të thyer, por ka edhe disa njerëz që dikush i ka lënduar, por ai person që ka lënduar nuk është e vetëdijshëm që ka lënduar. Kam dëgjuar plot raste të tilla gjithashtu. Dhe thot un jam shumë në rregull, nuk kam bërë gjë. Dhe pala tjetër nuk e ka komunikuar situatën ashtu siç duhet dhe thjesht ka pasur një ndarje të menjëhershme që janë konfuz të dyja palët, çfarë ndodhi, ti pse më lëndove, po ti pse ike, sepse dhe mendoj që është e rëndësishme që siç i thotë mbajmë balanca të duhura, të komunikojmë kur është për të komunikuar situata. Sigurisht. Dhe në qoftë se ti e sheh që situata është bërë toksike ose situata e ka kaluar me ato kufin të shëndetshëm, ta lejmë pas të kthehemi dhe thjesht vazhdojmë përpara, të ecim përpara. Po, shumë e drejtë. Si ndryshon falja mënyrën se si ne i shohim të tjerë dhe vetveten dhe me këtë dua ta mbyll. Atëherë unë do thoja që falja është një nga gjërat që na bën shumë më të lehtë neve të shohim njerëzit e tjerë në mënyrën siç ishte Jezusi. Duke parë ata që na lëndojnë ashtu siç ishte Jezusi me sytë e tij, e gjithashtu edhe veten tonë, me sy të falës, me sy të mëshirshëm që janë aty gjithmonë për të pritur, të gatshëm për të na përqafuar, le të themi, me gjitha problemet që kemi, sepse asnjë nuk është perfekt. Megjithatë, sigurisht duhet vazhdojmë rrugën edhe garën për të perfeksionuar dhe për të ngjasuar më shumë Zotit, dhe falja është një nga gjërat që na bën neve, na çon është një hap më drejt asaj gjëje, drejt perfeksionit. Faleminderit shumë që ishe me ne në studio sot. Unë këtë temën e kam shumë qejf, është e vërteta. Edhe unë. Dhe më ka pëlqyer shumë mënyra se kur ti e ke ndarë në kamp, ishte një temë shumë e bekuar dhe mendova që ishte një temë shumë e nevojshme për të folur sot. Unë sa herë që e dëgjoj unë bekohem, sepse është e vërteta kjo është një nga temat që ti e dëgjon sepse ti përballesh me njerëz çdo ditë në jetën tënde. Edhe e dëgjon dhe thua merr një motivim brenda vetes sënde që unë duhet t'i fal njerëzit. Ndoshta disa njerëz ju kanë lënduar, ndoshta keni pas lëndime të ndryshme në jetë, ndoshta jo çdo gjë ju ka shkuar ashtu siç do donit, ndoshta familjarë të afërt ju kanë lënduar, ama dua të dini një gjë, që Perëndia ju në fal. Dhe nëse ai fal, dhe ne duhet të mësojmë të falim. Dhe besoni, e di që në këtë moment do thoni është shumë e vështirë për t'u bërë, më dhem, e kam të vështirë, ama do vi një moment që të ndjeni kaq të çliruar. Edhe në fakt në sytë e Perëndisë jeni fitimtar, jeni si Jezusi, sepse Jezusi vendosi të falte edhe atëherë kur ai nuk donte, kur mishi i tij nuk ishte aty për të falur. Mendojeni veten këtë farë mënyre, fitues, fitimtar, çdo lloj emri fitore që ju mund të mendoni, vejani vetes tuaj, kur ju falni, ju bëheni më shumë si Jezusi. Edhe mendoj që të bësh si Jezusi është komplimenti më i madh që mund të thuash dikujt. Edhe diçka si do ta përkufizoja falja është jetë ndryshuese, për shkak se
jeta jonë u ndryshua prej faljes që Jezu si na bëri. Kënaqësia ishte e inja që isha këtu me ju sot. Gëzojmë shumë që të pata. Ishte shumë kënaqësi me lidhje me këtë bisedë, sepse unë besoj që vërtet shumë të rinj, po edhe gjithë njerëzit të gjitha llojet e moshave kanë nevojë ta dëgjojnë këtë mesazh, sepse vërtet është jetë ndryshues. Shumë e drejtë. Faleminderit shumë që na ndoqët. Uroj që të keni një fundjavë sa më të bekuar. Ne do ju mbajmë në lutje dhe bashkë ne do të shihemi radhës tjetër. Shumë bekime.